Pak orë para primejit, atmosfera në shtëpinë e Big Brother u ndes sikur më parë. Një debat jashtëpërmes Fjollës dhe Arditit shpërtheu papritur, duke e kthyer ambientin e përbashkët në një arenë përballje, ku fjalët u bën më të rënda se çdo strategji. Gjithçka nisi kur Fjolla, me një ton të prerë dhe pa asnjë filtër, i u drejtua Arditit drejt për drejt. Lojën që ke nis nuk është lojë. Fjala ra si goditje. Banorët e tjerë u ndalën, kamerat u fokusuan dhe heshtja u mbush me tension. Fjolla nuk po fliste nga nervat e momentit, ajo duke je bindur në atë që po thoshte. Për të, mënyra se si Arditi po sillej nuk ishte strategji, por një përpjekje e gabuar për të dominuar situatën. Arditi nuk u tërhoq. Me vetbesim dhe një dozë arrogance, ai reagoi menjëherë, unë e kam vulos lojën. Do ta fitoj Big Brotherin. Deklarata e tij ndezi edhe më shumë zjarrin. Fjolla qeshi me ironi, një e qeshur që nuk kishte asgjë humoristike brenda. Ajo ju afrua debatit edhe më fort, duke ja kthyer pa hezitim, çka ke vulos ti? Dhe pastaj erdhi fjalia që e ashpërsoi gjithçka, kjo nuk është lojë. Për Fjollën, Arditi nuk kishte as plan, as drejtim. Ajo e akuzoi se po luante një lojë boshe, pa përmbajtje dhe pa ndikim real në shtëpi. Dhe pa e ulur tonin, e goditi edhe më fort, lojën e ke zero. Fjalët u përplasën në ajër si grushta. Arditi u duk i prekur, por nuk pranoi ta tregoj dobësinë. Ai tentoi të mbrojë veten, duke folur për strategji, për durim dhe për faktin që loja e vërtet nuk shihet gjithmonë menjëherë. Por Fjolla nuk u bin, për të, loja ose është e dukshme dhe e sinqertë, ose nuk ekziston fare. Ajo e bëri të qartë se nuk i respekton lojrat e fshehura që, sipas saj, nuk kanë as guxim dhe as qëndrim. Debati nuk ishte vetëm personal, ishte një përplasje filozofish loje, banorët e tjerë mbetën spektator të ngrirë. Disa përpiqeshin të qetësonin situatën me shikime, të tjerë thjesht prisnin shpërthimin e radhës. Ishte e qartë se ky debat nuk ishte i rastësishëm. Ai kis